Është reagimi jem në lidhje me një profil në Facebook me emrin Rilindja Shqiptare që këtë shpërdor simbolin OÇK-s, e tregja me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, dhe këtë shpërdor gjithashtu edhe fotot ndryshme dhe mbjell urrëtie të stilit banditesk, duke nxjerrosur Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës me diçka që quhet sot dhe njihet në botë ekstremizëm islamik. Profili Rilindja Shqiptare nuk është marrë shumë me mua, po është marrë me shumicën e njerëzve që duan të reflektojnë dhe është marrë krye këpot kundër shqiptarëve të besimit katolik. Por jo vetëm, është marrë edhe kundër shqiptarëve të besimit islam, se besimet ekzistojnë pavarësisht sa janë të vërteta, sa janë të qëllume, të paqëllume, e drejta e besimit është e garantuar për të gjithë. Unë e kum bo një reagim jo për ta marrë në mbrojtje veprimtarin Nusret Pllana, por të gjithë veprimtarët shqiptarë që lëvizin të ajo faqe. Dhe unë ja kum drejtu, qilo? Je nga Macedonia. Je me fe të Turkut, që i thua fe muslimane. Unë e haptazi po ta them se prej vitit 1992 jeni shumicë muslimane në Macedoni. Me 200.000 turq të ardhur tani jeni mbi 60% në Macedoni. Sa mirësh me Nusret Pllana, del fol në emër të vredit me foto, me emër e mbi emër, del në emër të vllazërisë muslimane. Kërkoje shariatin islamik të Molla Jakupit në Macedoni. Por ti je zuzar qilo. Ti je një jashitje turko-sërbe prej Macedonisë, që mundohesh me ju shkaktuar fitne ma xhepsi e qytetarëve të Kosovës, që 75% e tyre janë të lumtur që është shpërbër Jugoslavia. Qilo, ti jeton në Macedoni, ku 88% e banorëve të saj janë të pikluar pse u shpërbë Jugoslavia. Ti je në numrin e 88%-it, je i pikluar 88 herë po aq sa përmendet emri shejtan në Kur'anin famlar. Qilo, unë jam të 12%, të 12 rrugët e hapura të Musaut. Dhe ty e kemi shumë lehtë me të gjetur. Ndaj, mos manipulo me simbolet e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, me fotot e familjes Adem Jasharit. Është nivel i ullët, do nëse në këtë kohë të polarizimeve mund të kënaqet egoja jote prej muslimutit, por ky pasion i yti ku je i verbruar si kar mund të vete pragu i derës. Në luftën e Kosovës nuk ka pasur të falmë namaz, por ka pasur luftë. Nuk ka pasur ezan, sepse ezani ka qenë ushtima e raketave Tomahawk. Ushtima e B-2 dhe F-18, e jo pordhat e Molla Jakupit me namaz të fesë të Turkut në Slupçan. Qilo, 18 shtete të kryqalive, 78 dit e kanë gjuajtur kryqin e Sfetisavës në Beograd. Me numrin 18 të surës Kef Shpella dhe me numrin 78 të surës Nebe e Lajmi, po ta shkruaje, rej larg Nusret Pllanas dhe larg xhamatit të imamit të shqiptarëve të tim shku. Dil haptazi me emër e mbi emër, thirr për shariat islamik në Macedoni, jeni shumicë. Kërkoje shariatin në emër të vredit, kërkoje të drejtën e haremit në komunën e Tetovës, kërkoje të praktikohet për kurvar
dënimi me 100 kam gjek dhe dënim me gure për të martuarit. Shqiptaria ime dhe Shqipëria ka me të përkrah ty dhe të tjerët si puna jote, si mbejtit turko-sërbe të shqiptarizuara në Shqipfalës për mes sistemit të dikush shumë milet. Por ti, qila nuk e qoke, ti e thundrin, kështor rejtë e jotja, sërkonet e sigurisë Macedonisë kibernetika e kam për detyr me të gjetur sepse ti e prek sigurin kombëtare të shtetit Macedonisë, që mëndohesh me aprish raportet me Kosovën, Shqipërinë, por edhe me BE-n, Britaninë e Madhe dhe Amerikën. Një mos e harro se Veseleka i lëvizjes së Deçonit është veprimtar shqiptar nga Kroacia, ndërsa Kroacia është aleate me Kosovën dhe Shqipërinë në rast lufte me Serbinë. Qila, se nuk për nxjerr bahtën rifat me Stipe Mesiqi. Pse i ke frikë kryqit? Qila, për mbylli me ty, kaq. Shumë pak lek dohen, më ta gjetë edhe karthinzën kush ta ka prej. Por nuk do të mirë në unë me ty, edhe më kanë pyet shumë njerëz, ku më thonë jo nuk jap informata. Bëhë burr, bëhë musliman, me themel, dhe del kërkoje shariatin islamik në Macedoni. Jeni shumicë, me 200.000 turqtarë sot jeni shumicë.